Me qindra kërkesa mbërin çdo muaj në dyert e institucioneve në Vlorë për vendosjen e linjës urbanit në Transballkanike, por kërkesa këto të cilat ndër vite kanë rënë në vesh të shurdhët. Sot, një nga akset kryesore rrugore të qytetit bregdetar vazhdon të mbetet pa një linjë të saj urbane që mund të qarkullojë përgjatë saj. Autobusi i vjen rreth e rrotullt Transballkanikes, duke kaluar shumë pranë në segmentet ngjitur rrugore, madje edhe duke ecur në kryqëzimet e kësaj të fundit, por vetëm në aksin kryesor të Vlorës nuk kalon. Të mendosh që përgjatë rrugës Transballkanike jetojnë mijëra familje dhe janë sot funksionale qindra biznese. Jo çdo kush nga mijëra banorët që jetojnë në të e posedon një automjet, ku gjithashtu edhe shumë administrator të bizneseve nuk e kanë një të tillë, të detyruar që për shkak të linjës së urbanëve të ecin çdo ditë në distanca të largëta në këmbë, pa patur mundësi shtesë. Mijëra qytetar çdo ditë dhe sidomos në situata emergjente detyrohen të paguajnë vlera të konsiderueshme për të marrë një taksi vetëm për të udhëtuar nga një vend në tjetrin, pasi në Transballkanike autobusi nuk kalon më. Siç mësohet, në lidhje me këtë problematik ka patur edhe peticione të drejtuar institucioneve me firma të qindra banorëve, por edhe për ato nuk është bërë asgjë, ndërkohë që firma e cila ka prej vitesh këtë shërbim vazhdon mos ta fusë në itinerar këtë rrugë, duke thënë se aty mungojnë përdoruesit e urbanit. Një argument ky i dhënë gabim, duke patur parasysh faktin që përgjatë Transballkanikes janë të vendosura disa blloqe banimi të qytetit me qindra banor secila që mund ta përdorin transportin urban fare mirë, ndërkohë që autobusi kalon edhe në të tjera segmente rrugore, të cilat janë shumë më pak të populluara se Transballkanike, apo kanë shumë më pak lëvizje se ajo. Vlora sot ka një itinerar të linjave të kufizuar. Aktualisht në qytet janë funksional 4 itinerare të transportit urban: Çole Spital, Plazhi i Vjetër, Ujë Ftohtë, Yrje Qytetit dhe Unaza e Madhe. Ka dhe shumë segmente të tjera rrugore, blloqe të banimit, të cilat nuk janë të përfshira në itinerarin e transportit urban, me banorët të cilët janë të detyruar që çdo ditë të gjejnë mundësi të tjera dytësore, duke paguar 2 fish vetëm për të shkuar nga një vend në tjetrin.